Jemi në këtë komunikim së bashku, pikërisht për atë element dhe atë çështje të rëndësishme dhe madhore të politikës shqiptare që lidhet me reformat administrative. Kjo reformë zhvillohet në një moment ku pjesë të tëra, siç dihet popullsisë së vendit, kanë mbetur për hir të copëzimit të ndarjes madhe, tërësisht jashtë rrugëve të zhvillimit, dhe pjesë të tëra qeverisës vendore në vendin tonë kanë mbetur pa kushte për të thithur, projektuar edhe në dimension zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në të gjitha komunitetet ku ato kanë marrë mandatin për të qeverisur. Reforma administrative, e cila është dhe kryefjale e politikës shqiptare në këto kohë, hedh themelet e një platforme të re të një zhvillimi ndryshe dhe një administrimi ndryshe të tërë shtetit shqiptar në mënyrën më kapilare të mundshme, duke transformuar shtetin dhe qasjen e tij në të gjitha nivelet e qeverisjes, në përputhje me mjaft transformime që kanë ndodhur në Shqipëri në 25 vjet të fundit, e cilat nuk kanë gjetur asnjë lloj reflektimi në qeverisjen vendore, duke mbajtur atë shumë larg niveleve bashkëkohore e duke projektuar gjithmonë atë drejt një prapambetje gjithmonë më të thellë e më të theksuar. Kjo reformë, siç dihet nga të gjithë, dhe është vendi për ta ripërsëritur e rimar si temë, është një çështje ku parimisht dakordësia ka qenë bashkëndar nga të gjithë dhe ku është demonstruar nga të gjithë palët kohë pas kohe, ashtu sikurse maxhorancat kanë ndryshuar vendet e tyre, edhe dakordsinë e plot për nevojën e domosdoshmërinë e saj të padiskutuar. Por në kohën e sotme, në këtë moment veçantë cilë ndodhet integrimi evropian i vendit, pa asnjë tepri, kjo mund të konsiderohet një kryereformë, të cilës as nuk mund të shmangemi dhe as nuk mund të ashtymë dot më në kohë. Synimi i maxhorancës në përgjithësi, por dhe mendimi i palkundur i Lëvizjes Socialiste për Integrim, është që përmes një veprimi përfshirës të gjithë aktorëve të cilët ndodhin në proces, të ecim shpejt e ta përmbyllim këtë reformë me kualitetin e dur, por dhe në kohën e dur, dhe pikërisht nisur nga një ide e tillë, pra në ky interes madhor, të gjithë së bashku, dhe ne si pjesë e këtij procesi të rëndësishëm politik si Lëvizja Socialiste për Integrim, jemi të hapur për çdo ide, sugjerim, kontribut, i cili vjen në çdo nivel, në nivel parlamentar, nivel politik, nivel komunitar apo të shoqërisë civile. Është fare qartë, dhe kjo është sqaruar që në kryet herës, që kjo reformë nuk lidhet me asnjë interes partijak në favor të një pale kundra palës tjetër, pasi kjo reformë është në themel një instrument modernizimi për vendin dhe shtys për një zhvillim të integruar të tij e të qëndrueshëm për të ardhmen e tij. Reforma është etike dhe kjo duhet bërë qartë nga të gjithë, sepse shpeshherë ajo trajtohet si një çështje ndarje territori apo ripozicionim të popullsisë. Është krejtësisht një gjë tjetër. Është pikërisht një mënyrë e re e administrimit të vendit për një shfrytëzim racional të mburimeve natyrore të vendit, për mbrojtjen e tokës, të ujërit pishëm, të plazheve dhe pasurisë turistike mjaft madhe të vendit tonë, për trashëgimin kulturor e cila shpeshherë është plaçkitur e dëmtuar në mënyrë shenjtëzore, për modernizimin e sistemeve të furnizimit me ujë, gjithashtu për mjaft shërbime të tjera në arsimën e shëndetësisë, të cilat në këtë mënyrë mund të racionalizohen më mirë e të jenë shumë më efektive. Gjithashtu, japin mundësi dhe për një zhvillim urban e të planifikuar shumë më të qëndrueshëm se më parë, i cili hedhtej abuzivizmin edhe në ndërtime i cili ka qenë dhe mbetet një nga plagët madhore me të cilët maxhoranca e re po përballet në vit parë. Lëvizja Socialiste për Integrim mbështet veprimin e filluar në mënyrë drejt për drejt, në mënyrë të veçantë nga ministri i Çuçi, i cili po merret në mënyrë të drejtë për drejtë me këtë reformë, dhe së bashku me gjithë aktorët e tjerë, për komunikimin e drejtë për drejtë dhe intensiv me drejtuesit e komuniteteve lokale, dëgjimin e vëmendshëm të gjitha prekupacioneve dhe ideve të tyre, por dhe të gjithë aktorëve të tjerë dhe shoqërisë civile, por në mënyrë të veçantë dhe aktorëve të tjerë dhe partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët kanë afruar dhe ofrojnë një ekspertizë të gjerë dhe ezauruese për këtë çështje. Pikërisht në këtë moment është vendi theksohet, dhe këtu do të ndalesha, që çdo vetë përjashtim është kundër interesave të shqiptarëve në mënyrë të qartë, ndonse në fundit ne duhet ta paranojmë që kjo është një zgjedhje kujtdo që zgjedh të sillet në këtë mënyrë, por
Një sjellje e tillë nuk rezonon as pak me kërkesat pikërisht të shqiptarëve për progres dhe për zhvillim e përparim ekonomik. Lidhja e kësaj reforme, dhe është vendi përsëri ta riktheksojmë, me interesat vogla fiktive politike dhe veçanërisht elektorale, është qasja më e gabuar dhe dritë shkurtër dhe sigurisht tepër e dëmshme, pasi verdiktin elektoral në kohën dhe në momentin e duhur të përcaktuar nga kushtetuta do ta japin vetë shqiptarët dhe nuk do ta japin as pak as bojkotet allogjike që s'kan lidhje me integrimin evropian, por dhe vetëm bëjnë një mision të gabuar që është ruajtja e status quo-s, e pravambetjes dhe anakronizmit të organizimit të pushtetit vendor, një organizim i tillë krejtësisht jo i zhdërvjedhët dhe shumë problematik, i cili siç dihet dhe siç njihet edhe nga opinioni publik, por nga media në tërësi, zëmëron për ditë qytetarët dhe u vret të ardhmen e tyre. Ndaj, si konkluzion i këtij komunikimi me ju, ne nuk mundet më që komplekset llogaritë politike, si dhe ngërçet e shumta të shkuarës, të vazhdojnë të mbajnë peng të ardhmen e vendit, i cili është projektuar qartazi me synime dhe objektiva të tjera madhore, e po kështu dhe shqiptarët bashkë me të.